përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhi me kesha jon, na ke ardhur me fanell të Bayernit. Patjetër që po. Tani përpara Do reagoj fuqishëm. Nuk besoj se ka të efekt, po gjithsesi. Rëndësira që fanella e Realit është më e bukur se kishte vetë. Jo, të lutem shumë këto stale fare mbarun ty, se e Bayernit është më e bukur, s'ka. Ku ka sistema e si Bayernit. fanella e Nuk ka, Realit. do e shoh. Fanella e Realit është aq e bukur sa ai dhe ai njeri e ka veshur. Ku e kam veshur? E ke veshur dhe ne e Shiko, dim. të gjithë duhet veshim, duhet vendosim një gjë për sy të keq, ai e ka vesh për sy të keq, por mos ta marrim sysh fanelën. Po, Pra sot e ke për sy të keq. Edhe publiku e kupton. Ti je për sy të keq me ato fanelë, sa që keq është. Qoft fati juaj sot si ngjyra fanellës tënde dhe fati jonë si ngjyra fanellës Shikon, time. para 2013-s, Bayerni quaj La Besta Negra për Realin, që kështu, Po ku pyesin për ju ne, Matja Zez, ne bam bam bam. Mbrapa ke një fanell të bardhë e Rekenit, kështu që ajo do të kujdes me dëshirat që jep. Merruni vesh vet, unë uroj të fitoj Bayerni. Gati ma. Kuptoj pse dua të fitoj Bayerni. Por E urren. por si e shikoni formën e dy ekipeve në këtë përballje. Tani të jemi realist, Bayern është më mirë. Por të dyja ekipet kanë probleme me mbrojtjen. Domethënë Bayern është ekip që nëse fillon duket sikur ke një makinë shumë është ajo makina e kompletuar, në sulm është Ferrari, në mesfush po aty afër me Ferrari, shkojmë domethënë, e sa në mbrojtje. Të dyja skuadrat e the shumë bukur, të dyja skuadrat kanë probleme mbrojtje. Problemi është ky, që tek ju në sulm keni një Olizet frikshëm, një Harry Kane që s'fal centimetrin, keni dhe një Diaz, Luis Diazin. Kurse unë sulm kam një Qaraman si Viniciusi, që lun një neshe në 27, kam dhe një Mbappé që luaj neshe në 22. Kupton? Dhe për këtë arsye, Që ju shumë nxjerr me lojtarët. jo vëlla, mi kanë ngrit nervat në kul. Domethënë, vërtet, sepse është kjo më burr, se prap kthej tani unë i paralizoj shumë kombëtarin me Shqipërinë, me kombëtarin me Realin, që thoni fut Mehmetin, fut Muçin, po nuk të kthehen vëlla. Dhe këta tmit Vinicius me Mbappén nuk kthehen vëlla, nuk kanë plan sakrifikojnë. Duan vetë stopin. Dhe më fal, ndjes, dhe ti ke në stol një Vincent Kompany që videot e Burnley ka virale ku i ulëriste lojtarëve, kurse un kam një Arbeloa që ose nuk e pjerdh njëri fare kur jep skema. Jo, hiç fare, është vërtet kjo që ama ne kemi dhe Harry Kane që kthehet në domethënë si qendër mbrojtje. Po. Ai është një lojtar që të nis aksionin. I bën të tre partet atë. Domethënë ai është ke nevojë për një kapiten është aty, ke nevojë për një mesfushore ke aty, ke nevojë për një sulmues ke aty. Ama kësaj radhe prit, pa vetëm ai Ama pritën. kjo fanellë është shumë e rëndë miqtë e mi. Dhe ne edhe me 1-1 probleme. Kjo fanell peshon më shumë se historia e Bayernit dhe çdo klubi tjetër në botë. Dhe ne mund të nxjerrim këtë çerek finale. Nuk dua ta banalizoj. Nuk dua ta banalizoj. 15 Champions nuk janë të roas mos fol fare. Keni fituar Champions Real Madrid është për pas një gjyshin. Kur kemi marrë Champions, ju kemi poshtur në Allianz Arena me 4-0 me 2 gola Ramos e Ronaldos. Ju kemi poshtur me spektakël. Në rregull, po në 2024 si ishte puna me golin? Si ishte puna? Që ishte një rregull dhe janë gjuajtur në offside Bayernit. Ku është lutem vetëm arbitrat e kemi. Kanë problem se kam shumë tifoz Bayernit. Ju nuk pranon, ju thoni që Real ju ka rënë qaf me arbitra ju, ama kur ju tregoj video që keni ra ju në qaf Realit, thoni jo po. Po penalti që të dha në 2016 ai arbitri në Allianz Arena aty që nxori Vidali jashtë. Ishte penalti që era topi këtu Carvalhalit. Gola offside bar. Gola offside janë milimetrik. Dhe ishte gabime njerëzore. Gabime njerëzore. Gabime njerëzore pra. Penalti edhe ky gabim. Jo, unë jam shumë dakord për këtë. Po mos thoni që ka favorizuar arbitrat Realit, se kanë qenë për të dyja skuadra gabime njerëzore. Jo. Shiko, Reali është një ekip tamam fiksi ajo video meme që është a penalti a favora del Real. As ka shans. Nuk i ka shanset. Nuk e keni shanset. Jo. Shiko, nuk tokën nuk e va dita po i të bubullima që siç po bërtet ti. Reali Madridit. Ja ku çohet tifozë Barcelonës. Po, Reali ka fituar Champions kur gjyshi ai me gjyshim si i njohur akoma, po s'po dua të them në një. Më falni. Gjysha juaj dhe gjyshi juaj në 2016, 17, 18 kur Reali mori 3 vite radhazi dhe ju nuk e keni provuar të merrni 2 radhazi jo më 3. Ja vodhi Juve një vit. Ja vodhëm Juve ne trajtuam si një zonjë të vërtetë në finale. 4 petlla. Po, e di si shumë mirë se si funksionon. Liverpoolin finale spektakël. Zot. Mirë me Liverpoolin po Atletikos dhe Juve si ja keni vjedh dhe ka. Çfarë vjen Atletikos me më? O matho. Mos e trëmftuari se kur vin më. Ku trajmet ajo i boski të rrasaj. Mirela, se vetëm debat ka deri tani. Ç'ne e bër me Bayernin?
Po prita burr. Në Prita bëj 2008 pak emocionuese. 2008 Bastian Schweinsteiger shikoja ndeshin Portugali-Gjermani. Schweinsteiger kroson me goditje standarde për 2 gola të Klosës dhe të Balak, gjithashtu shënon dhe një vet. Dhe çfarë ky lojtar era parë 10 vjeç që isha fëmijë. Ras kështu, preja atij lojtarit, në atë moment përkolun ky lojtari Bastian Schweinsteiger, futa Google-ova, kërkova, atë. Kështu bërë me Bayernin. Kështu u bëra me Bayernin pastaj në 2010-ën që isha akoma edhe më e madhe, domethënë dhe atyre është dashuri totalisht me Bayernin. Po ti çado? 2010 në dashuri kur e rafi Interin finale 2-0 në Santiago Bernabeu. Por ti pse burresh me Inter? Pse burresh me Inter? Jo një sekondë, nëse mua më pyesin me kë je tifozën në Serie Po A. çe hiqa fanellë visha të zikaj. Këje? Nëse më pyesin me kë je tifozën në Serie A, do të them kundër Interit. Pse apo se u rafi? Thjesht 2010. Flori më fal se nuk dua të tregoj me hash, por inshallah se hani siç e ngri Barcelona 8. Mbaje. Flori më fal. Ja. Kjo ishte Na. dy zosh me i burr, po nuk ka problem. Uroj takohemi finale. Juve. Përpara dua që të humbas nga Barcelona se nga Reali. Më lër të kujtoj që Më mirë nga Barcelona 5-0 se sa nga Reali 2-1. Po, më lër të kujtoj Jerome Boateng përballë Leo Po Messi. ti ushtri. Edhe Ajo besoj ishte. që- Shife, unë jam tifoz